Kryesuesja e delegacionit të Kosovës për dialog me Serbinë Edita Tahiri demanton informacionet se në Bruksel është formuar ekipi menaxhues për themelimin e Bashkisë së Komunave Serbe dhe se ky ekip ka zhvilluar takime me palën kosovare. Tahiri për Radio Televizionin 21 ka thënë se kjo është gënjeshtra e radhës e Serbisë, ndërkaq ka bërë të ditur se asociacioni nuk është në agjendën e këtij rrethit e bisedimeve në Bruksel. Edhe zëdhënësja e përfaqësuese së lartë e Bashkimit Evropian Federica Mogherini, Maja Kocijancic, për Radio Televizionin ton ka konfirmuar se asociacioni nuk është në agjendë të këtij rrethit të bisedimeve teknike. Ministria për dialog Edita Tahiri reagoi nga Brukseli pas lajmit të publikuar në mediat serbe se është formuar ekipi punues për themelimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe. Sipas Tahirit, me palën serbe gjatë këtij rundi bisedimesh nuk është diskutuar fare për asociacionin. Informacionet që po qarkullojnë në media mund të konfirmoj se janë një dezinformat e radhës dhe një gënjeshtër e radhës e Serbisë, sepse e para në Bruksel nuk është në agjendë asociacioni. E dyta, ekipi menaxhues për asociacionin është krijuar në vitin 2013, sipas marrëveshjes së Brukselit, dhe ky ekip nuk është formuar as nga presidenti i Kosovës, as nga kryeministri i Kosovës, por në vitin 2013 e ka formuar Ministria e Pushtetit Lokale e Republikës Kosovës. Mediat serbe raportuan gjatë ditës se në Bruksel është formuar ekipi menaxhues për themelimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe. Në një komunikat të ekipit serb në bisedime teknike me Kosovën, thuhet se ne jemi të kënaqur me vendimin final të Hashim Thaqit dhe kryeministrit Mustafa që më në fund procesi i formimit të Bashkisë së Komunave me shumicë serbe ka nisur nga pika zero. Ne kemi ardhur në Bruksel që t'i njoftojmë bashkëbiseduesit tanë dhe publikun ndërkombëtar me vizionin e një realiteti të ri pozitiv në Kosovë, që do të merren nga themelimi i Bashkisë së Komunave me shumicë serbe. Kjo konfirmon saktësinë e vendimit tonë që lista serbe të hyjë në koalicion me partinë e zotit Thaqi dhe zotit Mustafa. Ministra Tahiri tha se qeveria e Serbisë ka provuar që të manipulojë me zyrtarë të Bashkisë Evropiane për këtë çështje. Në Bruksel, Bashkimi Evropian nuk i ka lejuar këtë grup që të hyjë në ndërtesën e BE-s, sepse ky grup nuk ka mandat që të filloj punën. Mandati për fillu punën për këtë grup do të ndodhë vetëm atëherë kur plotësohen kushtet tona, kur Kosova e merr kodin telefonik shtetëror, kur kosti fillon të veprojë i pavarur, ndërsa kushti joni i tretë është heqja barikadës, e cila tashmë është hequr me 14 kusht të këtij viti. Mendoj se kanë bërë keq antarët e grupit menaxhues që kanë pranuar të jenë të manipuluar nga Serbia, sepse kështu e humbin legitimitetin dhe nëse vazhdojnë të punojnë me direktivat e Serbisë, edhe mund t'i shkarkojnë dhe i zgjedhin të tjerët që janë lojal shtetit Kosovës, sepse asociacioni si një mekanizëm që nuk do të ketë kompetenca ekzekutive, por do të ndihmojë komunat për koordinim, do të veprojë në Kosovë, prandaj s'mundet grupi menaxhues i Kosovës të marrë direktiva nga ndonjë shtet tjetër. Edhe zëdhënësja e përfaqësuesës së lartë të BE-s për politikë të jashtme dhe siguri Maja Kocijancic konfirmoi për Radio Televizionin 21 se asociacioni i komunave me shumicë serbe nuk ka qenë në agjendë të diskutimeve në këtë rond bisedimesh teknike mes Kosovës dhe Serbisë në Bruksel. Sipas Kocijancic, BE-ja në të ardhmen do të diskutojë me ekipin e Kosovës për mënyrat për themelimin e këtij asociacioni. Asociacioni i komunave me shumicë serbe nuk ka qenë në agjendë në këtë rund të bisedimeve teknike në Bruksel. Nuk ishte sot, nuk do të jetë as këtë javë. BE-ja do të takohet me ekipin menaxhues dhe aktorët tjerë relevantë nga Kosova për hapat e ardhshëm në lidhje me themelimin e asociacionit Bashkisë së Komunave me shumicë serbe, për të cilin është diskutuar në Bruksel. Ministria Edita Tahiri bëri të ditur ndërkaq se bisedimet teknike në Bruksel do të zgjasin më shumë se 3 ditë dhe se sot po diskutohet për reciprocitetin mes dy shteteve. Paralajmëroi se me datën 13 është paraparë që të flitet për kodin telefonik të Kosovës.